Edhe po ju preset. Deklaratën jashtë. Erdhë, okay. Erdhë. Ja, be. Ne nuk dëshirojmë me pasma. Në klinikën emergjente rreth orës 10:45 kanë ardhur 3 pacient të cilët kanë kërkuar ndihmë emergjente mjekësore. Një është deputete e Kuvendit të Kosovës që bëhet fjalë për si pasojë e gazit lotësjellës dhe 2 policë, njëri ka lëndim në pjesën zverkore të kokës që është shkaktuar nga përdorimi i mjetit të topitër, mbetet të verifikohet nga organet gjetse, ndërsa për momentin 3 pacientët ende janë në klinikën emergjente, të cilët po kërkojnë trajtim të mëtytjeshëm. Po ju konfirmoj zyrtarisht gjendja saj është stabile me parametra vital dhe pritet që brenda disa orëve të lirohen në shtëpi për trajtim të mëtytjeshëm. Albulena, sipas asaj çka na ishim dëshmitar, në fakt u lëndua rënd nga pushteti përmes sprejit, i cili ju hodh në fytyrë drejt për drejt, shumë afër. Po shifet që këtij pushteti, i cili po rrshet drejt diktaturave, nuk i ka mbet asgjë tjetër përveç se argumenti i forcës. Ndërkaq opozita ka forcën e argumentit. Ne edhe sot e dëshmuam që nuk do të lejojmë që zajednica dhe demarkacionit kalojnë, pavarësisht lëndimeve, pavarësisht sfidave në për cilat do të kalojnë, pavarësisht kërcënimeve për arrestime dhe pavarësisht dhunës që po ushtron pushteti. Ky pushtet edhe njëherë në tingujt e muzikës ka hudh gaz lotësjellës jashtë drejt qytetarëve të cilët e kanë mbrojt Kosovën prej zajednicës dhe prej humbjes së tokës. Po ashtu ka ushtru dhunë të jashtëzakonshme ndaj protestuesve të cilët kanë ardhur në mbrojtjet e deputetëve. Ne nuk do të ndalemi dhe këta nuk mund të arrestojnë krejt opozitën dhe edhe po që se e bëjnë këtë, ne kemi popullin prapa të cilët prap do të vazhdojnë të kundërshtojnë 2 marrëveshje të këqija që po e shkatrojnë Kosovën.